stretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumëturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumëturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me emrin e Allahut, gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, të falenderojmë Allahun e Madhreshëm. Allahut e shprehin gjitha falenderimet. Allahut jemi mirënjohës për gjitha të mirat, e lutim Zotin falit për gjithë neve. Jemi bashkë në rrugtimin për t'i identifikuar dhuntit e Zotit dhe për të bërë gjitha përpjekjet që ato dhunti me i shfrytzu ashtu si Zoti don, dhe asnjëherë mos me harru burimin e gjitha këtyre të mirave, Allahun e Madhreshëm, si dhe me i shfrytzu gjitha këto të mira deri në kufit e të lejuarës. Sot do të flasim për njërin nga dhuntit më të mëdha të Zotit që i ka falë njerëzimit, e cila e mirë është prej të mirave më të abuzuara në mesin e shumë të mirave. Është njëra nga dhuntit që më së teprimi ka mashtruar njerëzit. Duhet një zemër e fortë besimtari që mos t'i sprovoj ose mos të mashtruhet nga dashuria është fjala. Flasim për dashurinë gjithherë, për një instinkt, për një dhunti të madhe të Allahut të Madhreshëm, me të cilën Allahu na ka begatuar të gjithëve. Nuk ka dyshim që sot pothuajse gjitha çarqet në botë, gjitha mediat, televizionet, gjitha serialet, gjitha shkollat, pothuajse në fokus e kanë temën e dashurisë. Në katër anë të botës sot jemi të sfiduar prej dashurisë. Shumë njerëz e zënë gojë dashurinë, por që me të vërtet jemi të sprovuar me këtë term, sepse është abuzimi madh i këtij termi dhe është mashtrimi madh karshi kësaj terminologjie apo kësaj dhuntie, më mirë me thonë. Në fillim u duam ju kujtu diçka të rëndësishme. Çka është vlera dashurisë? Pse ekziston dashuria? Pse Zoti i Madhnushëm na ka falë neve dashuri? Është shumë rëndësi me identifiku definicionin e dashurisë. Dhe pse dashuria është dhunti e Allahut subhanahu wa taala? Dashuria thuhet është ndjenje fortë e cila mundson lidhjen e dy partnerëve, lidhje sa më e fuqishme dhe lidhje sa më e gjatë. Vetëm dashuria është ajo që e siguron lidhjen mes dy individëve. Vetëm dashuria është ajo që i jep shpirt lidhjes, në këtë rast edhe robit me Zotin. Për që ta ka shumë dallim në namaz i robit me Zotin që ka dashuri, edhe në namaz i robit me Zotin që mungon dashuria. Ka shumë dallim esencial, sepse dashuria jep shpirt veprave, jep garancë veprave dhe jep jetë gjatësi veprave. Kjo është dhuntia që Zoti na ka falë dhe gjitha lidhjet tona shoqërore, qoftë me nënat tona, qoftë me vëllezërit tonë, qoftë me motrat tona, me hoxhallarët tonë, me mësuesit tonë, me të gjithë. Në qoftë se i ngrisim lidhjet tona në baza dashurie, janë lidhje më të forta, janë lidhje më jetë gjatë dhe janë lidhje më të relaksuara. Kjo është dashuria. Dashuria në esencë synon me jep jetë lidhjes së dy individëve. Në këtë rast po flasim decidivisht për burrin dhe gruan, dy çiftave me gjinitë të kundërta. Problemi qëndron gjithherë në sihrin, në magjin që dashuria ju bën disa njerëzve, dhe këta njerëz din pastaj me deviju, din me ngut dashurin, dhe din me bo dashurin në format të gabuara. Dhe si rezultat i kësajna, dashuria qysh ka qenë një dhunti e madhe e Zotit, është shndërruar në një dënim të madh të Allahut të Madhnushëm. Gjithherë po shkojna në radhë parë me i pa cilat janë simptomat e një njeriu i cili është mashtruar me dashuri apo e ka abuzuar dashurinë. Cilat janë simptomat? Simptome e parë të dashur miq
është dashuria e abuzuar apo dashuria që të ka mashtruar dhe ti je i mashtruar në dashuri, është ajo dashuri e cila quhet dashuria e momentit apo dashuria e rastit. Bota sot po ka dëshirë një dashuri të rastit, një dashuri gjymtyrësh, një dashuri momenti. Nuk po don dashuri të gjatë, me afat gjatë, me jetë gjatë. Allahu i madhnushëm kur fol në Kur'anin famlart, na tërheq vërejtjen dhe na tërheq vëmendjen se çfarë dashurie dhe çfarë lidhësh duhet të kemë burri me gruan. Në deri në çfarë cilat janë soazat e një dashurie të mirëfillt. Allahu thot, sidomos kur fol për gjinin femrore, thot muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidhati akhdan. Martohuni me gratë të ndershme, jo me gratë të pandershme dhe jo me gra të cilat kanë pas shoqëri ose kanë pas dashuri të momentit. Domethënë, sfida e parë e dashurisë është sepse shumë njerëz dashurinë e njohin veç çështje momenti, çështje rasti, shfrytëzimi i një rasti apo i një momenti. Ndryshe e quajtëm edhe një herë dashuri e rastit, dashuri e momentit, dashuri e gjymtyrëve. Nëse dashurinë e nin vetëm në momente të caktuara, dije se je i mashtruar me dashurinë. E dyta është kur njeriu nuk mundet me i rezistu dashurisë. Shkencëtarisht thuhet se kur një i ri apo një e re gjendet në një moment dashurie, po flasim për këtë dashurinë e momentit, këtë dashurinë që ka çaste shumë të shkurtra. Nëse ky njeri është në këtë fazën e dashurisë momentale ose të rastit, truni i tij prodhon një hormon i cili e bën qenin njerëzore mu dorëzu para qenjes tjetër ose para partnerit tjetër, dhe në këtë rast kemi pamundësi të rezistimit, pamundësi të rezistencës. Kemi një lloj dorëzimi, kemi një lloj robërie ndaj gjinisë tjetër. Prandaj kur ne kemi kësi lloj dashurie, kur ne futemi në një lloj faze kur ti s'muni reziston edhe haramin në këtë rast, edhe thu që unë e di që nuk ban, unë e di që është ndaluar, por që nuk pata mundësi, nuk mujta, atëherë kjo flet se keni krizë të madhe dhe je i mashtruar me dashuri, sepse është e vërtet që dashuria është dhuntia më e madhe, por duhet njihet një fjali, duhet njihet një fjalë, ka diçka që është ndaluar dhe duhet të mësohemi të rezistojmë dashurisë në fazat e caktuara. E treta, simptomi i tretë i njeriu të smut me dashuri, të mashtruar me dashuri, është simptoma e justifikimit, simptoma e arsytimit. Po duhem ju dhoni rregull që do të na shërbej shumë edhe në misione të tjera. Sa herë që njeriu gabon dhe synon apo fillon me justifiku gabimin, ai njeriu është i mashtruar. Ai njeriu është i smut me dhuntin. Prandaj definitivisht nuk guxojna me besu ose nuk guxojna me fillu justifikimin, arsyetimin, sepse arsyetimi i gjunahit, arsyetimi i gabimit është mashtrim me gabimin. Nuk ka justifikim. Këto janë tri simptomat të një njeriu që është i mashtruar me dashuri. Dashuri momenti, pamundësi me i rezistu dashurisë, edhe e treta përpjekja me justifikue dashuritë e ndaluara. Për shembull, paramendojeni sot, një njeri bën tradhti ndaj mikut, bën tradhti ndaj fëmijës të parë, bën tradhti ndaj shokut më të ngushtë, edhe gjithë këto tradhti që sot ndodhin në shoqërinë tonë, çish justifikon? Justifikon rash dashni. U dashurova rastësisht. Çish u dashurova, kjo nuk është dashni, kjo është tradhti. Ti ke tradhtu. Na jemi të jetu me një kohë kur njerëz dashurinë justifikojnë me tradhti. Këto janë, mos harrojmë diçka para se me dal në pjesën tjetër. Mos harrojmë diçka që Hazreti Jusufi alayhis salam, nëse dikush kish mujt mu justifikue me ambientin, me rrethanat, ish dasht i vetmi njeri që ju kish pranu justifikimi shkon Hazreti Jusufi alayhis salam. Sepse ka jetu me një mes që me të vërtet niveli moral ka qenë shumë i ulët. Imagjinojeni këtë rast. Kur gruaja e ministrit të atëhershëm të Egjiptit, i vërsulit Hazreti Jusufit, në një punë
imoraliteti, Hazreti Jusufi ja kthen asaj, ma'adallah, innehu rabbi ahsana mathwaya, innehu la yuflihu adh-dhalimun. Kur për Zotin mbështetem Allahut, kur nuk e bëj një gjë të tillë, nuk e tradhtoj Zotin tim, i cili ka qenë shumë i mirë me mua, sepse nuk do të shpëtojnë zullumçarët. Në qëtë akt, në qëtë moment, në qëtë situatë, burri e hap derën, edhe e gjanë gruan e tij t'ju vërsu një djaloshi. Para mendojni cila përgjigje e burrit. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik. Hazreti Jusufit i ka thonë burri i gruas. Jusuf, vazhdo rrugën ti, gruaja ime kërko falje ti. Çka që kry muhabeti krejt, domethënë kjo përgjigje e burrit që e ka nxonë gruën në flagrancë, flet për nivelin degadencën morale që ka ekzistuar në atë kohë. Megjithatë, Hazreti Jusufi nuk ka gjetë arsyetim, sepse na nuk jem të punu me njerëz, ne jem të punu me Zotin. Nëse krejt njerëz janë të pamoralshëm, na duhet me qenë të moralshëm, sepse na nuk i matim gjonat me njerëz, ne i matim gjonat me Zotin, jo me njerëz. Sepse nëse don me mat gjërat me njerëz, gjithë kemi gjetë njerëz më të ulë se ti. Gjithë kemi gjetë njerëz më të poshtër se ti. Mirë, po nëse i mat gjërat me Zotin, atëherë kemi gjetë se Zoti është absolut, edhe asnjëherë s'kemi leju veten me ra në si gabimesh. Ishin këto 3 simptomat e një njeriu që është i sprovuar, i mashtruar. E ka deviju dashurinë. Nuk është dashuri e saktë, ajo që është momentale. Ajo dashuri që s'mund të rezistosh. A keni vrejt sa interesant, shumë seriale sot titullin e kanë dashuri dhe dhimbje. Domethënë vetë titulli të ka dhënë që është fjala për një dashuri jo normale. Domethënë pamundësia me i rezistu dashurisë. Edhe kur është haram, edhe e treta, përpjekja me justifiku marrinat, me justifiku tradhtijiet, me justifiku dashuritë e devijuara. Cilat janë dënimet? Apo çka na godet prej fatkeqësive? Nëse kësaj e kuptojmë dashurinë. Sprova e parë dhe më e rënda, belaja më e madhe e dashurisë së mashtruar është që dashuria e mashtruar e humb dashurinë e Zotit. Sepse një njeri i cili ka dashuri devijume në zemrën e tij, aty nuk ka vend për dashurinë e Zotit. Sepse dashuria e Zotit është e pastërt, është e kthjellët, nuk e pranon dashurinë e devijume. Njeriu më i sprovuar me dashurinë e Zotit është ai njeri i cili e ka keq kuptu dashurinë, e ka keq interpretu dashurinë dhe ka keq përjetu dashurinë. Sprova e parë është e humb dashurinë e Zotit, dashurinë e pastërt të Allahut madhnushëm. E dyta shumë më rëndësi, ju kisha fol sidomos motrave tona, nënave tona, sidomos vajzave të reja. Nëse një vajzë është mashtruar në dashuri dhe ka përjetu kolaps në dashuri, a dini çka ndodh? Lëndohet ndjenja e dashurisë. A dini vëllezër dhe motra, pse shumë njerëz e shtyjnë martesën? Pse shumë njerëz e kanë humbur ndjenjën e dashurisë? A dini pse? Sepse dashurin kur e ka provu në kohën e vet është tradhtuar me dashuri, është keq, është i mashtruar ekstremisht në dashuri. Para mendoni para disa dite, një artiste botës pa të thonë, e zhgënjur disa herë në dashuri, pa të thonë, ma me qef martohena me një qenë, se sa që martohena me një burr. Pse shtruhet pyetja? Sepse lëndimi ndjenjes së dashurisë, lëndimi vazhdueshëm i ndjenjes së dashurisë i ka prodhu defekt në ndjenjen e dashurisë dhe ajo tashitutje ose ai ka problem me dasht, sepse gjithherë tash menon atë dashurinë që është mashtruar paraprakisht. Për ata në gjuhën arab e kanë një frazë shumë fenomenale, thojnë men ista'jala shay'an qabla awani hurima bi uqbani. Ai i cili uqba bi hurmani, ai i cili e ngut frutin e diçkafit pa u pjek, ai privohet prej saj. Ai që ngut dashurinë e mirëfillt, ai privohet me dashurinë e saktë. Men ista'jala shay'an qabla awani uqba bi hurmani. Kush ngut diçka pa u pjek,
privohet me atë frut. Allahu i manushëm fol për këtë kategori, për kategorinë e njerëzve që janë lëndu në dashuri, që kanë mashtrim në dashuri. Allahu thot i manushëm fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum. Ju e pat shfrytzuar, u pat të kënaq me dashurin e juaj, e pat përdor, e harxhut dashurin. Ma mirë kish me qenë me thonë, e harxhut dashurin. Ashtu si që harxhun ata të cilët ishin para jush. Wa khuttum fi ma khadu, edhe ju fut në lojat që u patën fut ata më herët. Ulaike habitat a'maluhum, ta njerëzit që kanë shkatruar veprat e tyre, walahum fil akhirati adabun alim, edhe në botën tjetër ata do të kenë ndeshkim të dëmshëm. Mos harrojmë edhe një herë që dënimi i parë është humb dashuria për Zotin, dënimi i dytë lëndohet ndjenja dashurisë. Nëse kemi keq menaxhem apo keq interpretim të dashurisë, kemi lëndim të ndjenjeve. Sprova e tretë apo dënimi i tretë apo goditja e tretë kemi të bëjmë me kthimin e të drejtave në ditën e gjykimit. Keni kujdes. Asoj vajze që ja ke humbë nderin padrejtisht. Asoj besimtarje që i ke hyrë nder padrejtisht. Ti jo veç pse ke lëndu ndjenin e saj, ti ke lëndu ndjenin e babës saj, ndjenin e vllaut saj. Paramendoni shumë njerëz kur dalin ditën e gjykimit. Dhe kur dalin para Allahut manushëm, edhe fillon llogaria, paramendoni çfarë do t'ju ngjajë atyre. Do t'ju ngjajë ajo që me të vërtetë është sprovë e rëndë. Sprova është se ata njerëz do të dalin para Zotit e do të jetë varg i madh i njerëzve që do ta kërkojnë hakun. Sepse pse ke kërkuar hak? Pse kërkojnë hakun? Për arsye se Hazreti Muhamedi alayhis salam ka thonë, me të vërtetë gjaku i besimtarit, pasuria e besimtarit dhe nderi i besimtarit janë shajta për njëri tjetrin. Nderi i besimtarit është i shajt. Ndaj shumë keni kujdes kur fjala te dashuritë e ndaluara. Dashuritë e ndaluara janë ato dashuri të cilat vërtet bëhen forma jo legjitime. Mos harrojmë diçka. Dashuria i ka vetëm dy rrugë. O ka rrugën e Zotit, o ka rrugën e shejtanit. Dashuria në rrugën e Zotit njeh vetëm martesë, ndërsa dashuria në rrugën e shejtanit është çdo lloj dashurie jashtë termit apo jashtë konceptit martesë. Për ata në Perëndim thuhet dashuria përfundon me martesë, ndërsa te musliman thuhet dashuria fillon me martesë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po